për të ndalur këta, eksaktësisht këtë kryeministër, Edi Rama, për të sjellë plerat në Shqipëri. E mbani mend ju që donë të sillte plerat? Po ndërkohë që fusha e Vlorës sot në 2025 akoma vazhdon edhe digjet. Këta donin të sillnin para 8-9 vitesh plerat këtu, sepse e ndritën me plerat këtu dhe donin të sillnin nga jashtë që t'i përpunonin. I harruat këto. Mund të harrojnë këto? Sigurisht që ata që paguajnë me lekë të vjedhura i harrojnë këto dhe dalin edhe bëjnë gjën roz, por e vërteta është që fusha e mbetjeve në Vlorë vazhdon dhe digjet. E vërteta është që fusha e mbetjeve në Orikum është e njëjta gjë. E vërteta është që fusha e mbetjeve thuajse në çdo qytet të vendit është e njëjta gjë. Kinë senatorët, kush i bëri, bën këta apo i bën ne? Dhe mos harroni kush donte të sillte plerat, dhe mos harroni kush janë ata që dolën në ballë dhe ndaluan. Ndërta kam qenë dhe unë, në ballë fare, jo vetëm unë, kam qenë dhe unë me ata që kam dalë. Unë kam qenë në moshën 22 vjeçë, deri tani 36, që asnjë ditë të jetës time nuk kam ndalur për të luftuar për këto ide që unë i besoj. Nuk kam dalur as ku luftoja si aktivist i shoqërisë aktive e quaj unë, jo civile, po aktive. Ky që përdor një gjuhë që unë nuk e përdor dot. Ky që e ka kthyer buizimin e kundërshtarëve, e ka kthyer dhunën verbale në standard në këtë vend. Unë bëj pjesë ata njerëz që sigurisht kritikat e dashamistëve i konsideroj dhe në këtë kuadër edhe reflektoj. Nuk ka njerëz perfekt, as unë nuk jam perfekt, kam dhe unë gabimet e mia, por bëj pjesë të ata njerëz të cilët dëgjojnë. Dëgjojnë dhe bëj pjesë të ata njerëz të cilët nuk kanë dalur së kërkuar ndryshimin as si ditë.